Sot vendosëm të marrë makinë me qenë. Nuk e di pse apo vetë. Se ti the që dihet i jepje shumë mirë. Ja, po shumë mirë po dëgjova ti. Mos di që kam qenë në Leon. Këtu jepet është me timon djathtas, timon anglez që themi në Shqipëri, dhe hecet majtas në rrugë. Megjithëse sot është këtu ka e keq, Tomi. Për vetë të testoj mirë se më. Ne Tomi më tha që po e ditën e vendosur që të ikim në Victoria, që është kryeqyteti i Mahes, është shumë i vogël, po me atë rast të shohim të vizim, është një ishull Eden Island, që është një ishull artificial, thonë që këto e kanë bërë, që ka kështu vila, gjëra të bukura, është pak më luxury. Ne thamë, okay, po marrim makinën me qira, po rregullua po, ndalojmë në një plazh rrugës. Tomi tha që diti ja makinës. Edhe nuk e bëm as me insurance, kurse jam lekë, si shqiptarët. Ne mund mos kursejmë 150 euro për të ngrënë. Po do paguajmë 2500 euro, po. Po da që më Tomi tha, nuk kam në plan, tha që të bëj aksident. Pastaj sa e thashtë e kuptova që asnjëri ata që bën aksidente nuk është se e kam plan atë ditë. Pikërisht, edhe unë mendoj nga që kam shumë besim në aftësitë tua në përgjithësi dhe aftësitë tua si shofer. Tash, okay. We can do it. Të të marrë me vete në këtë rrugë tim. Prit. Zotë qofë. Rruga për 100 metra do kthehemi Majtas. Sigur kjo është hera e parë që ti jep në këtë? Po. Si duket? Po, Majtas. Je sigur? Po. Majtas pra këtu poshtë. Head east on West Coast Road toward Dame Leroy Road, then turn left onto Dame Leroy Road. Reduce speed now, thot, mos e shpres. Unë kam pas makinën që unë kratë djathtë. I kam dhënë Tiranë. Po, është tjetër gjë, po ndaj po them, që të japësh këtej, me tetësh Majtas. Si duket e vështirë me vërtet. Duket që ka vështirë se nuk kuptoj kur nga herë kam edhe reflekse që duhet i rri djathtë. Po. Po ti do ta kesh shumë më të vështirë se unë që nuk di akoma kush është Majta dhe djathtë. Mami do e kishte më të vështirë se unë. Okej, po ki parasysh që te mua do varesh me navigatorin që do the Majtas e djathtas tani, kështu që mos bësh shumë shakare. Një gjë e mirë dhe lehtësuese, rrethon lehtësuese këtu është që nuk ka shumë makina në rrugë. Po se po të kishe shumë trafik ose shumë makina, do bëjë më e vështirë. Kishe që para kaloni, si që bëjnë në Shqipëri. Futo ndej, futo këtej. Po pra, imagjino. Këtu për shumë, po të kishe një makinë ke pikë referimi, është njërit nga mrapa dhe pak nuk gabon. Po mirë, nuk po... Okej, po unë s'po thoja për atë, pra unë po thoja të kesh, të hecesh nga kjo anë dhe të kesh trafikun si në Shqipëri, dhe mënyrën e dënës si në Shqipëri. Pjeri dhe breshër atë dita dhe tjetë po. Duke rënë tërmes. Ne parkuam dhe tani jemi tek ajo që është qendra e Mahes. Ishulli më i madh i Seychellit. Shoqet se ç'bëhet në qendër. Ndosëm të ulemi të pim një kafe këtu. Si ju duk qendra e Mahes? Sa bukur që ka qenë? Si ju duk? Amare, si ju duk të? Jo, Po flasim me kërcim sot, të dy nuk flasim me fjalë. Mos lëvizni fare, vetëm shikoni drejt. Kush reziston më shumë? Po ti pse lëviz kokën? Si lëkundje për kundje, po. Nina nana. Mos lëviz fare, mos baz gjë. Mos baz gjë.
Të 10 herët ka fituar babi. Të keni pak parasysh çmimet këtu, se e kam thënë vazhdimisht, po morëm një cappuccino, një kafe, një lëng kokosi, hamara, 16 euro. Kam përshtypjen edhe në Zvicër do ishin më lirë, besoj. Shosh në Zvicër, ma konfirmua se ma hedhi poshtë. Por gjë e mirë këtu, ndër shumë gjëra të mira që ka, që është një vend shumë i sigurt, ti mund dalësh në rrugë, të hecesh me telefonat të nduar, me 2 telefona, ti je vetëm dhe është shumë safe, nuk të ndodh asgjë. Këtu është Eden Island, është ishulli të zona më luksoze në Mahe, ka jate private, këtu qëndrojnë shumë nga bosat e botës kur vijnë. Trofim se që bëhet njërë. Si përfundim, kjo ideja ishte shumë kotë, se këtu për të bërë plazh ishte private, ishte vetëm për residentët që rinin këtu. Kështu që nuk ja blen në shkoj kotë mundi që erdhëm deri këtu. Të me dhe nuk se erdhëm dhe një wow, se nga Victoria nga qendra ishte 2 kilometra, po. Ti është bëdhe bab tani dhe të tuam një plazh. I me makinë, kemi ndaluar të hedhim benzin, për që si më vete kjo, se nuk e dim sa duhet i hedhim. Me të shmime... Jemi 200 rupees. 200, okej. Vajdi shku, po kjo nuk shumë ka dita jo më fat, sepse më temi që shpazi me shkuar në Seychelles, të kemi që në një. Nuk e di pse këte mbajnë si një nga plazhet më të famshme këtu në Seychelles, në Mahe, po si që thash që në ka shgënjyës. Okej, mbas në ndikon dhe koha, duke qenë shumë e vrentur dhe kishte shinë mëngjes, si që pat edhe nga videot. Base kjo e bën që dhe ujë dekit mos jetë vërtet i mirë, po duket sikur jemi në Durrës. Tani se në 9 ditë që kemi këtu, do kishte edhe një ditë të tillë, se çdo ditë kemi qenë, wow, çfarë plazhi, wow, çfarë deti. Do zgënjeshim edhe një herë për keq. Problemi është që familja ime, Tomi dhe Amara, thonë gjithmonë që ti na merr, ke qef lëvizësh, ke qef shohësh vende të reja, ndërkohë që kemi 1 ose 2 vende që janë mirë dhe mund të rrim aty dhe të shijojmë. Unë jam nga ata njerëz që dua të eksploroj dhe ky eksplorimi sot nuk na rezultoi shumë produktiv. Hajde më? Nëse jeni kurioz dhe doni të shikoni konkretisht se si duket plazhi këtu, dhe deti, ja, po ja tregoj dhe nga afër. Aty është Amara dhe Tomi që po luajnë. Rëra nuk është ajo rëra e bardhë që jam mësuar të shoh këtë ditë. Deti si që tash është e fiks turci. Në plazh është shumë. Kështu që nëse vini në Seychelles, në Mahe, në Balon, nuk e di se kam shkuar mirë, mos hajdeni, se nuk ka blen këtë plazh fare. Është ora 4:30, ne u çuam dhe do ta ham drejt darkën. Tu e kishim përballë. Dhe pa të review, ti kishte të mira në përgjithësi, kështu që le të ham këtu. Gjatë këtyre ditëve kemi ngrënë, përveç ditëve që kemi vajtur dhe kemi bërë këto ekskursione, turet nëpër ishit e tjerë. Ditën më kohës kemi ngrënë në hotel, sepse në zonën e hotelit nuk ka restorante, është pak e izoluar, konfeta dhe sezon. Por sot më qenë se jemi jashtë, tam të ham në një restorant jashtë hotelit, kështu që shohim ta provojmë se si do jetë ushqimi. Ne porositëm një pjatë me fruta deti, të ndryshme, të gatuara në stilin e këtyre. Amara mori spaghetti me karkaleca, porositëm edhe një sallatë dhe një bukë me hudër, por ata vendosen që ti sjellin, po i sjellnin marrë se po flisja para kohë. Pra, kjo është buka me hudra, kjo janë orizi që të vjen shoqëruese për këto, kemi dhe një sallatë tjetër që e porositë. Këto frutat ishin shumë mira, frutat e detit domethënë, si që bërë me një salë që ishte super speciale.
pëlqeu ushqimin. Në krahasuar me çmimet në hotel ishte super. Ky ishte 56 euro, kjo pjata me këto frutat e thata. Ne frutat e detit. Nuk them është shumë mirë. Edhe darkën e mbaruam. Ne po dalim po bëjmë një xhiro. Kot, shofim këtu. Çfarë ka, marmurin akullore dhe po kërkojmë për një takamaka, që është rumi i tyre tradicional. Ja zemër aty më duket është, apo jo. Po kërkojmë për në një market, që të marrim në një rum, meqense na pëlqen të seleksionojmë pije të ndryshme edhe nga vende ku shkojmë. Po shka se rrallë herë pim. Shtëpitë aty është shumë interesante, në fakt, e cila është një lokal, ka ushqime, ka pije. Është një zonë gjallë, që besoj të gjatë agës gjallërohet akoma dhe më shumë. Por deti vazhdon të metet një jo. E gjetëm supermarketin. E gjetëm dhe takamakën. Takamaka me kokos. Kjo ishte fantastike. Ta bëjtë kjo. E marim me kokosën, në shpër. Të jo nuk e di që e në zana nana. Këtë e njësoj. Po nuk e di që është. Morëm edhe këtë çokoladën, që ishte çokoladë nëndase. Jam kurioze ta provoj pak. Piket mirë. Me thënë të drejtën e kam tepruar shumë ushqimin këto ditë këtu, siç që ta provoj shpesh kur jam pushime. Reflektohet edhe në lëkurën time që është acaruar shumë. Ta provojmë këtë. Me si po pres tikin Tiranë, me si po pres dhe të filloj ushqimin. Të ha vetëm qyrat më të shëndetshme. Dua të thahem për verën, ulma sandjamore. Me si po pres. Disa po erdhëm në hotel, do vazhdojmë darkën, nuk vajtëm fare në dhomë. Do bëjmë lojën tonë me letra, këtu ka një sallë që është sallë për lojra, ka dhe një bilardë, mund mbledh ashtu ashtu me letra apo lojra tjera tavolina. Dhe ato nga marrën kanë ide brillante që në fakt kësaj shkojnë të lahen në darkë. Nuk e di nëse do marrë pjesë në këtë ide, do ta shoh kur të jem aty, si do ndihem. Jam të çmendur, vendosen të lahen. Jam në darkë. Jo, pse t'jo bëjnë të rritë? Ti doni të futën të lanë. Po gudzoj. Një të lutën nga dritën të. Pse? Si përfundim, vendosa të futem edhe unë, edhe pse vetëm të bregu, se nuk ma mbajti më shumë, ato vazhdojnë t'je në ujë. Faleminderit që më ndoqët edhe sot, bëni like, subscribe, comment, dhe shihemi në video të radhës.